Ju si mendoni, a i ka përdorur Edi Rama elementët kriminal në këto zgjedhje ashtu siç pretendon Partia Demokratike dhe vetë Berisha, apo kjo është vetëm një akuzë politike që bëhet nga ana e opozitës? Nuk ka pasur nevojë të përdorë falangat kriminale Edi Rama, për arsye sepse ka pas të zgjidhur problemin, e ka bërë marrëveshje me Sali Berishën dhe nuk do kishte kontestim. Dhe praktikisht që të marrë vetëm 50 vende Partia Demokratike, që dikur ka pasur 70 e ca 68, 69, 70, siç janë bërë zgjedhjet, tani ka ta ndisë 50 vende. Nuk fitoi Edi Rama zotëri. Humbi Sali Berisha sepse nuk e votuan të tij, nuk e votova unë, nuk e votuan me dhjetra e me qindra demokrat, të cilët nuk vajten fare në votim se nuk e duan më Sali Berishën në krye të partisë. Dhe këtë do të vërtetojmë me një deklaratë të zonjës Argita Berisha para një viti e gjysmë, që pyetjes së gazetarëve nëse do kandidonte, po që se Sali Berisha do jepte dorëheqjen, ajo tha shprehimi fjalë për fjalë, do kandidoj që të shkemi të. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që kanë pushtetin, i kanë të tëra vete dhe s'u del do të jeni përballë. Kjo është arsyeja që nuk e votuan Sali Berishën kësaj radhe. Sali Berisha nuk ka turp. Frikë s'ka se ka Beogradin mbrapa, ka Moskën, por nuk ka as turp si njeri, si qytetar njerëse. Nuk mund të thuash gjithë jetën mi vodhen. Çfarë jeti more? Po nëse ti vodhen largohu nga ajo punë, se bën dot, dhe një tjetër që s'ja vjedhi. Ka gjithë. Po pse nuk ikën? Pse nuk largohet nga drejtimi i Partisë Demokratike? Sepse po u largohet nga Partia Demokratike, ai duhet bëjë direkt në burg. Dhe atë ka imunitet, e ka mburoj, ombrell që të shpëtoj burgut. Nuk do të shpëtoj burgut, jo, është i pandehur. Është marrë i pandehur që ditën e hënë, dhe do vazhdoj të përgjigjet si i pandehur duke ju renditur akuza një pas një. Është i pandehur që gjykohet në gjendje të lirë. Por në fund fare do dalë atë për atë ku ka punuar. Ju e përmendët deri diku, po a mendoni se ka një marrëveshje konkrete të fshehtë midis kryeministrit Edi Rama dhe kreut Partisë Demokratike Sali Berisha në mënyrë që Edi Rama të qëndrojë në pushtet, ndërkohë nga ana tjetër vetë Berisha të mbajë krerët e Partisë Demokratike? Absolutisht ashtu është e vërteta, dhe kredi ndërgur të udhës tani, kur thot populli, pra sepse vazhdimi i qëndrimit të Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike gjithnjë në humbje, mban në pushtet Edi Ramën. Ka që thjesht, kjo s'do as më nas kalem. Por ka shumë të tjerë që pretendojnë se Berisha qëndron në krye të opozitës vetëm për të mbrojtur veten dhe familjen e tij. Absolutisht po. Pra tërri, për të mbrojtur veten. Por nuk do ta mbrojë dot as veten, se veprimet që ka bërë janë të dukshme, janë të dokumentuar, janë të mirë dokumentuara, të pasqyruara në dokumentat e BKH-s. Janë mbyllur ato problemet e Sali Berishës me BKH-n, janë shkopsitur dosja. Sali Berisha do dënohet, pikë. Ndërkohë, nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama përmes ministrit të drejtësisë Ulsi Maja ka nisur një propozim që synon korrigjimin e SPAK-ut ose më saktë rritjen e nivelit të kontrollit ndaj tij. Ju si mendoni, tani që fitoi zgjedhjet Edi Rama dhe ka 83 mandate, a e rrezikon më shumë SPAK-un që ndoshta jo për ta shkrirë, por siç pretendonte Berisha, por për të bërë ato korrigjimet që ta ketë edhe më shumë nën kontroll? Në radhë parë, Edi Rama s'ka fituar zgjedhje, dhe zgjedhjet nuk janë njohur, dhe zgjedhjet nuk do njihen, dhe këto zgjedhje nuk kanë asnjë vlerë në politikën shqiptare. Për këtë të jemi plotësisht të qartë. E dyta, dhe sikur të ndodhë kjo që thoni juve, dhe sikur të ndodhë kjo, Edi Rama nuk ka absolutisht nuk ka shans që t'i afrohet SPAK-ut, jo më ta drejtojë, ta dirigjojë zyrtarisht. Nëpërmjet agenturave që punojnë, agentëve të iç sigurimit shtetit, si punati Kraj, se ca të tjerë që janë futur në SPAK kontraband, ashtu mund të ndikojë ai. Po zyrtarisht që të thotë nuk e njoh, nuk e bëhet, i thotë mos bën atë, mos bën këtë
Këtë të harrojë Edi Rama se nuk e bën dot, sepse Spakun e komandojnë amerikanët dhe nuk do ta lënë amerikanët Edi Rama që të komandojë dhe të thallet me Spakun. Të espreson dhe Berisha, sepse aktualisht krimi i bashkoi në luftë kundër i konvergoi në pikën që quhet SPAK të dy partitë, të dy krerët. Edi Rama dhe Sali Berisha, që të dy kriminal, që të dy vrasës, që të dy hajtut, që të dy të korruptuar, i kanë të tëra zezat. Janë komunistët shqiptarë, zotëri. Janë komunistët shqiptarë që nuk e duan drejtësinë. Këta duan një drejtësi të viteve 45, 46, 47 që ishte me Kovace dhe me Samargji, gjyqtare prokuror, po jo drejtësi të mirëfillt. Duke mbetur te pjesa e Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe pjesa e Perëndimit e cila ka kontribuar në krimin e SPAK-ut, liderët e ndryshëm europian e uruan kryeministrin Edi Rama për fitoren e zgjedhjeve, ndërkohë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka pasur deri më sot asnjë reagim sa i përket fitores së zgjedhjeve nga ana e Partisë Socialiste. Për këllësh evropiane ke fjalën ti, pra të Gonzato, pra që në ata që është martuar me një burrë, pra ata fëllëqësirat e Bashkimit Evropian që e kanë katalizur Shqipërinë këtu, pra ata palaço bandit të Evropës dhe të Sorosit që mbajnë, kanë 32 vjet që mbajnë njerëz të korruptuar në pushtet të Shqipëri, jo zotëri si pyet njëri fare ata. Ata nuk e pyet njëri fare dhe nuk ka marrë pjesë Perëndimi, si thoni ju, Evropa Perëndimore në zgjedhjen dhe në vendosjen e SPAK-ut. SPAK-u është krijesë amerikane, zotëri. S'ka asnjë lidhje ata aty. Të harrojnë. Po pse amerikanët nuk e kanë uruar deri tani Edi Ramën dhe nuk kanë pasur asnjë reagim? Të lutem, është pyetje retorike. Se kanë uruar se nuk ka fituar. Se kanë uruar se nuk janë bërë zgjedhje. Se kanë uruar sepse nuk i njohin zgjedhjet. Ju kujtohet në 2021 ambasadoren amerikane që tha kanë fituar Partia Socialiste me 74 deputet? Pa mbaruar votimet, pa mbaruar numërimet, ajo bëri deklaratën. Tani ka 12 ditë dhe nuk po ndihet ambasada amerikane. Kjo çfarë u thot? U thot që s'jepën zgjedhje. Ka gjithjesë. Prandaj dhe këta nuk festojnë, nuk brohorasin, nuk u bien daulleve për gjasme për fitoren. S'ka fituar zotëri, s'kan zgjedhje këto, nuk do njëherë. Përveç kësaj që thoni ju, a ka një mesazh tjetër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e japin duke mos reaguar konkretisht në këtë rast? Pikërisht mesazhi, duke mos reaguar, duke heshtur, i thonë që ne nuk të njohim zotëri. Bëjta vetëm me mendjetën e tij. Bjeri Matara thuash, ne nuk të njohim. Ne nuk të njohim ty as për fitu zgjedhjesh, as për kryeministër, as për kryetar qeverie, as për gjë. Kush e lë Edi Rama të bëhet autokrat, më ç'bëni kështu. Lë Amerika të bëhet Edi Rama një çapacul të bëhet autokrat, harroje. Një njeri pervers, një njeri që merret vetëm me forma të ditën, një njeri që shkon në zyrat në punëseve të kryeministrisë, shkon me brek e pa brek. Po ka marrë se Amerika i ditë të tëra, si thoni, do ta pranojë këtë njeri për kryeministër. Urdhë? Ka marrë 8 vite 3 mandate, nuk janë pak. Ku i mori mandate, nga kush i mori? Po nga shqiptarët do e votuan. Po jo, zotëri, s'ka marrë gjë, keni gabim, asnjë gjë s'ka marrë. Është mashtrim e tëra. Tani KQZ-ja e ka certifikuar këtë pjesë. Vetë kryetari i KQZ-s është për në burg. Ai Celibashi, ai krye hajduti mandateve. Dhe ai do vej në burg.